Ja, edhe kjo është e vërtet. 19 vjeçari propozon për martesë 76 vjeçares. Më thonë se duket si gjyshja ime, por unë e dua. Një grua 76 vjeçare me të dashurin e saj 19 vjeçar është bërë virale teksa ka postuar video dhe foto nga romanca e tyre në TikTok. Shpreha se dashuria vërtet nuk njeh mosh duket se vlen për çiftin nga Italia, pasi ata janë duke jetuar romancën e tyre me një diferencë prej 56 vitesh. Djaloshi Giuseppe Anna, 19 vjeç, ka shokuar jetin pasi zbuloi se i kishte propozuar për martesë të dashurës së tij, e cila ishte 76 vjeç. Në një klip që është parë mbi 16 milion herë në rrjetet sociale, i riu shihet duke ulur në gjunjë dhe me tollumbace të mëdha në formën e një zemre shoqërojnë pamjet pas tij teksa i propozon të dashurës së tij. Premtimi ynë, shkruhet krahas videos virale, ndërsa në një prej fotove Giuseppe shoqëron bashkëshortën e tij të ardhshme, e cila mban në duar një trëndafil. 19 vjeçari gjithashtu ka ndarë me ndjekësit një imazh të një unaze mahnice. Dhe ky është vetëm fillimi një serie të gjatë, thot ai, pavarësisht reagimit të ndjekësve që i komentojnë se moshuara është në moshën e gjyshes së tij, raporton The Sun.